Komuna e Likovës rezulton me një sër shkelësh serioze financiare dhe menaxheriale. Enti shtetëror i revizionit ka përfunduar kontrollin e raporteve financiare dhe pajtueshmërisë për vitin 2024, duke konstatuar mangësi të thella në pothuajse të gjitha segmentet e punës së komunës. Sipas raportit, Likova nuk ka siguruar arkëtimin adekuat të ardhurave vetanake, përfshirë tatimet, taksat dhe kompensimet komunale. Mbi 12.5 milion denar kërkesa nuk figurojnë fare në evidencë, ndërsa për tatimin në pronë në shumën mbi 73 milion denar nuk janë ndërmarrë masa për arkëtim të detyruar, nuk është llogaritur as kamata për pagesat e vënuara dhe komuna vazhdon të mos ketë një regjistër të pronës së paluajtshme, duke bërë që qindra tatim-pagues të paguajnë shumë më pak se sa duhet. Revizioni thekson se komuna e Likovës nuk ka respektuar ligjin për kontabilitetin e buxheteve. Raportet financiare janë përgatitur gabimisht, librat avarisë nuk janë mbyllur, ndërsa nuk mbahet as libri i pronës kapitale. Po ashtu, nuk ka harmonizim ndërmjet të dhënave tatimore dhe kontabël. Në sferën e investimeve, gjendja paraqitet edhe më problematike. Ndërtimi rrugëve, trotuarave dhe hapësirave publike është kryer pa dokumentacion planifikimi dhe pa leje ndërtimi, edhe pse janë investuar 265 milion denar në sistemin e ujësjellësit, 3 vendbanime ende nuk furnizon me ujë, çka tregon në mos funksionalitetet të projektit. Revizioni ka zbuluar edhe pagesat pa justifikuara. Për ndërtimin e shtëpisë së kulturës në Mateç, komuna ka paguar mbi 1.7 milion denar për punë që nuk ishin kryer në kohën e pagesës. Enti shtetëror i revizionit ka dhënë një numër rekomandimesh dhe ka kërkuar nga drejtuesit e komunës ndërmarrjen e masave urgjente për sanimin e gjendjeve të konstatuara.